Sot në Gjakovë zhvillua marshimi simbolik Race for Cure në shërbim të fillimit të muajit tetor, i njohur si muaj roz, për të treguar solidaritetin dhe mbështetjen për gratë e prekura nga kanceri i gjirit. Aktiviteti u organizuan nga organizata jo qeveritare Ja vlen të jetosh dhe u shndrua në një ngjarje që bashkoi qytetarë të shumtë, të cilët me veshje dhe simbole roz përquan mesazhe shprese, forcë dhe optimizëm. Marshimi filloi nga Pallati i Kulturës Asim Vokshi dhe gjatë rrugës qytetarët mbajtën pankarta dhe simbole që nxitën ndërgjegjësimin për rëndësinë e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit. Organizatorët falenderuan të gjithë pjesëmarrësit duke theksuar se çdo hap i bërë në këtë marsh është një hap drejt jetës, solidaritetit dhe ndërgjegjësimit. Atmosfera ngrohtë dhe mbështetëse tregoi se komuniteti i Gjakovës është pranë grave që luftojnë me kancerin e gjirit, duke përquar një mesazh të fuqishëm që së bashku mund të bëjmë diferencën.